Po, iq emni mos ja përmend se LDK-ja çka janë të bon, çka është për momentin, as shkijet ma keq nuk bojnë. Për mendimin tem, nuk janë hiç mirë, hiç. Kush është i mirë sipas teje? Nuk e di. Se nuk e del. Unë tonë kur gjas, Unë e di që sakt, po kush duhet sipas teje mi fitu? ai që punon për shtet, për familje. Rregull. E tha që ai që punon për shtet për familje. Po, iq emni mos ja përmend se LDK-ja çka janë të bon, çka është për momentin, as shkijet ma keq nuk bojnë. Për mendimin tem, nuk janë hiç mirë, hiç. Kush është i mirë sipas teje? Tash nuk van me fol se kam do të familjes do që jam me PDK, do me vetvendosjen tana. Po ti e mor lej Me familjen. fol, tana thojnë, pse po fol këso anë Po ti lej familjen, ti me thënie, ti distanco nga vetëm ai që ka punu mas mirë ti për shtet. Po kush është ky? Këta po e kërkojmë. Çaj që ka fitu herën e parë edhe dytën, tash ja bet besoj që fiton 100%. I jej fjalën hera e parë për nën shkort, për këtë zgjedhje. Po, Në rregull, ti je me Albin Kurtin. normal. Ata të PDK-s familjes i leonësh. I kam respekt shumë të madhe për dikan, amo çka më bon. Në rregull, faleminderit shumë për shëndet. Faleminderit.